إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut, ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Dihet se feja islame është fe e lehtësimit dhe nuk është fe e vështirësimit. Allahu subhanahu wa taala Islamin nuk na e ka pru neve për më na vështirësu jetën, për më na lehtësu jetën. Islami është fe, është sistem që na duhet me jetu me ta. Se kush jeton me sistemin e Islamit, kush jeton sipas asaj që na ka urdhëru Allahu dhe na ka urdhëru pejgamberi alayhi salam, na jetën kena me pas tamam. Na jetën kena me pas në rregull. Ne do të jemi të lumtur. Edhe nuk do të kemi probleme që I kanë njerëzit që janë pa fe dhe pa Islam. Dihet se Allahu thot inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Me të vërtet, feja vetëm e pranuar tek Allahu është Islami. Dhe kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, ati thot Allahu në Kur'an, ati nuk do t'i pranohet, edhe në botën tjetër do të jetë prej të humburve. Ky Islam është shumë I lehtë. Çish ka mësuar pejgamberi alayhi salam? Se Islami ndërtohet mbi 5 shtylla. 5 stupa I ka Islami. Me dëshmu se nuk ka Zot tjetër pos Allahut, që meriton të adhurohet pos Allahut, me dëshmu se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. E para, do të thonë me adhuru Allahun dhe mos mi bë shirk atina, mos mi shoqëru Allahu diçka në adhurim. Diçka krahas Allahut, me bë diçka të njëjtë sikurse Allahu. Mja drejtu lutjet ndonjë njeriut, mja drejtu lutjet ndonjë shehut. Na jena musliman dhe ja drejtojnë lutjet, e drejtojnë adhurimin vetëm Allahut subhanahu wa taala, I përkulemi vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe dëshmojna se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Na si musliman I besojnë ato gjithë pejgamberët, prej te I pari deri tek I fundit. Na e besojnë edhe Isën alayhi salam si pejgamber, e besojnë Ibrahimin alayhi salam, Musa alayhi salam, I besojnë ato gjithë pejgamberët. Ndërsa të krishterët, ndërsa jahudit nuk e besojnë Muhamedin alayhi salam si I dërguari I Zotit. Pra ne I besojmë të gjithë. Se I besojmë se kështu Allahu na ka treguar në Kur'an, kështu Allahu na ka urdhëruar në Kur'an. Kushti I dytë I Islamit është namazi. Namazi është I cili na dallon neve dhe jo muslimanëve. Se na si muslimanë kena për obligim 5 herë në ditë miron sejdë Allahut subhanahu wa taala mi fal 5 kohë namaz. Pa dhe namaz Allahu na ka sjellë lehtësira. Nëse s'munësh më falë në kom,
falësh ul, nëse s'munësh ul, falësh edhe shtrit, kryesore e ki obligim namazin. E ki obligim para se mu fal, me marrë abdest. S'munësh me marrë abdest, merr tejemum. S'munësh me livrit hiç as tejemum me marrë, falësh edhe pa abdest. Allahu ka bolecira, jenë udhtim, namazet shkurtohen, namazet bashkohen, prej 4 reqat në 2 reqat. Allahu ka vënë shumë lecira, veç në ajna që i praktikojna urdhrat e Allahut. Allahu në ka bë obligim agjërimin. Kushti tjetër i Islamit është agjërimi. Që thotë Allahu, la'allakum tattaqun, që të bëni të devotshëm, Allahu në ka obliguar agjërimin, që të agjërojmë dhe përmes agjërimit, na të bëhemi të devotshëm dhe të rripi gradat e tona në xhenet. Allahu në ka bë obligim zakatin. Mirpo, ja ka bë obligim vetëm për ata të cilët janë të pasur dhe kanë pasuni, ata të cilët nuk janë të pasur se kanë obligim zakatin. Që Allahu ka urdhëru me drejtësi. Allahu e kërkon vetëm të ata të cilët e kanë pasunien. Edhe sa e kërkon? Vetëm 2.5%. Vetëm 2.5% të pasunisë me dhanë për hir të Allahut. Ky Islam është shumë i lehtë. Allahu e ka obligu haxhin. E ata vetëm një herë në jetë e ka obligu për ata që kanë mundësi. Pra Islami është shumë i lehtë, po njerëzit e vështirësojnë. Njerëzit janë ata të cilët e vështirësojnë Islamin. Islami është shumë i lehtë. Kush e praktikon Islamin, kush e jetëson Islamin në jetën e përditshme, ka me posë kjo është shumë e lehtë. Sa për njerëzve, kur i kena thonë falu, ja ka thonë shumë ran, po vjen mi fal 5 kohë namaz, mu çun sabahun e me pri gjumin me fal sabahun, kur ja ka nis mi fal 5 kohë namaz, e ka posë shumë lehtë koka, s'ka vështirë. Vetëm ti dush me posë sistem jete, që unë kam mi fal 5 kohë namaz. Çdo kohë që vjen, unë kam me fal, kudo që jam, a jam në shtëpi, a jam punë, a jam në udhtim, kudo që jam unë kam u fal. Sa për njerëzve kanë posë kjo shumë e lehtë. Nuk është e rani zbatu urdhrat e Allahut. Sa për njerëzve edhe pse tani alhamdulillah shumica agjërojnë, s'kan agjëru. Kur kanë nisur agjëru kanë posë lehtë, nuk është vështirë. Nuk është diçka e pamundshme. Është e mundshme derisa Allahu na ka obliguar neve. Allahu nuk na obligon për te mundësive tona. Sa kena mundësi, Allahu qash na obligon. Kur s'kena mundësi, Allahu na ka vënë lehtësira. Prandaj, na si musliman, duhet me zbatu urdhrat e Allahut. Duhet me ndjekë urdhrat e Allahut. Duhet me zbatu sunetin e pejgamberit alayhis salam. Mu kon mesatar, as mos me tepru, as mu kon neglizhent. A shkon tek pejgamberi alayhis salam dhe thon se unë vetëm kam agjëru. Edhe s'ka me hangur. Unë vetëm kam u falë dhe nuk kam me flajt. Unë s'ka me flet me bashortët. Jo, tha pejgamberi alayhis salam, unë tha edhe agjëroj edhe ha, edhe flaj edhe falna, edhe flaj edhe flaj me ri me bashortët e mia. Domethënë, mu kon mesatar. As në tonë shumë, as në këtonë shumë. Mu kon mesatar në fej. Se si ta të projsh, ti prap jenë kundërshtim me sunetin. E nëse je neglizhent, ti prap jenë kundërshtim me sunetin. Pra, mesataria është në pasimin e sunetit pejgamberit alayhis salam. Si ta pason sunetin e pejgamberit alayhis salam, ti ke qenë mesatar. Se Allahu na ka urdhëruar zbatimin e sunetit të pejgamberit alayhis salam. Po Allahu thot Kur'an, çka t'ju japë pejgamberi ata merrna. Merrna është urdhër me marr atë çka na ka dhënë pejgamberi alayhis salam. Çka t'ju largon pejgamberi alayhis salam, ka thënë Allahu për mbojun e asajna. Largoju në prej asajna, se ajo është e keqe, edhe nëse njerëzit mendojnë se është e mirë. E keqe është çdo vepër që se ka vepruar pejgamberi alayhis salam. Se është urdhër prej anës së Allahut subhanahu wa taala që me ndjek sunetin e pejgamberit alayhis salam. E lusë Allahu në madhruar me navo për atyre që jemi pasus të Kuranit edhe të sunetit të pejgamberit alayhis salam. E lusë Allahu në madhruar me navo për njerëzve të devotshëm dhe njerëzve të mirë, që e kina frikë Allahun, që bajna vepra të mira dhe largomi prej veprave të këqija. E lusë Allahu në madhruar me navo për banorëve të xhenetit Firdaus, me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, me na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre që na çon në zjarm të xhenemit. E lusë Allahu në madhruar me na ndriçu natën e varrit, me na lehtësu urën e siratit, dhe e lusë Allahu me na të vun xhenet, çashtu çysh na ka të vun këtë vend. Walhamdulillahi rabbil alamin.